Mirëmëngjesi, ju përshëndesim drejt për së drejti nga kuzhina e Rezervelli, me shije, originalitet dhe receta praktike, si kundër ju i lexuat aty nga sigla jonë që është e përditshme dhe vjen për t'ju frymëzuar sadopak në kuzhinë. Jemi duke punuar, e kemi nisur punën pak më herët, sepse e tillë është edhe receta që do pak para përgatitja, apo jo. Kemi kungulleshka të mbushura dhe me beshamel. Më pëlqen ta theksoj vazhdimisht që asnjëherë çdo pjesë e një produkti nuk është i anashkaluar. E kam thënë dhe di shumë që e kam thënë që pjesa e brendshme e kungullit nuk është aq e duhur për t'u gatuar sepse janë fara dhe është pjesa më ujore e kungullit. Por që do ta hedh, do ta hedh. Atëherë këto do t'i bëj stika kungulli. Stika? Po. Të marinuara, të i skuq, edhe ja. Pra janë më të duhur se sa ato patatina që shkoni bleni ju për fëmijët e vegjël. Bukurim. Pra i përdorim në një formë tjetër. Kam, për beshamelin kam qumësht, miell, gjalp. Patjetër veza. Kam qepën, sepse normalisht jam e detyruar ta bëj pak më përpara, sepse nuk më del koha. Qepa bashkë me mishin e grirë. Unë e kam shtuar direkt. Por t'ju them edhe një sekret. Ajo mbahet mend që kemi bërë ato qoftet të lëna në letër? Po. Se si mund të ruajmë qoftet? Atëherë unë të mishi grirë, nuk kisha dhe bora këto të gatshmet për qofte. Prandaj dhe kjo ngjyra nuk më duhet salca, nuk më duhet asgjë, por kishte qepën vet dhe të gjitha erëzat i kishte mishi grirë, gjë që i racionova pak. Do të shtoj pakës piper, shumë pak sepse ka edhe mishi grirë. Sikurse, kam edhe orizin. E kam zjerë dhe ujnë do t'a lë sepse mua më duhet, vetëm të kulloj pak sa orizin. E kemi lënë të qëndroj të zbutë dhe ndërkohë, sa ndodh ky proces së bashku lexojmë, tak, shpejt e shpejt, kunguj të mbushur është receta. Çfarë përmban ajo, përveç se kungujve të cilëve do t'ju hiqni pjesën e brendshme me një mjet të tillë, dhe do të përdorni gjithashtu dhe salcën bechamel. Ja të pa u lexoj edhe një herë, 8 kungulleshka të njoma. Ju duhet mish i grirë 250 gram, 1 filxhan kafeje oriz, 2-3 qep mesatare, 1 tufë apo 2 me koper, krip, piper i zi. Dhe për salcën bechamel, ju tashmë e dini, ju duhet gjalp, miell në sasi të barabarta. 2 lugë gjalp, 2 lugë miell, 2-3 filxhan çaj qumësht, 1 filxhan çaj lëng nga kungulleshkat, 2 të verdha veze, pak lëng limoni, krip, piper sipas dëshirës. Receta me gramaturat përkatëse, tani kemi ka urdisur qepën dhe mishin e grirë. Shtuam edhe orizin, e lën pak më përpara në ujë. Unë kam zire paksa. Ose lëri në ujë të ngrohtë. Dhe normalisht do ta kemi më të zbutur orizin. Më duan thjesht bimët aromatike. Dhe bimët aromatike marr pak majdanos, shkon shumë edhe kungujve, edhe majdanos gjithashtu. Gjë që mua më pëlqen të marr rrënjën e majdanozit. Kaq kam sepse nuk më duhet edhe më tepër. Direkt mbushja. Mbushja do gjithmonë kërkon të ketë erza. Ja. Do t'i shtoj... Këte kemi filluar ti. Vaj aromatizuar është ky? Është vaj aromatizuar që ka specin djegës, ka piperin, ka hudra. I jep një shije akoma dhe më të veçantë. Mos gaboj, kemi përdorur dhe pak ditë më përpara, kur kemi gatuar një tjetër recetë, kështu që po i shtojmë. Bravo, kaq. Kjo është e duhura. Dhe e lë me kapak. Përgatiten tani për të bërë beshamelin. Të cilin do t'ja shtojmë në sipërfaqe të kungulleshkave. Shtoj gjalpin. Më pëlqen që gjalpin
E Ta përzijem me zbuz pak pak me vaj. Duket sikur ndihmojnë njëri tjetrin. Kam Si ndyrna që janë. miell. Tek mielli nuk do ta lë të më digjet. Gjalpi. Direkt. Sa yndyrë më duhet? Më duhet aq yndyrë sa që masa të jetë kremoze. E përzije shpejt që të ke mundësin të mos lë të kokrizohet dhe normalisht direkt të piqet paksa. Për shembull këtu në studio vjen era e miellit dhe erë më të mirë se mielli që lëshon aromën e vet në skuqe nuk ka. Op, e zbus. Po bëjmë atë qullin për shembull Ja. me pulën apo qullin e qofteve, e ndjem atë aromën e miellit, se tani në beshamel zbutet nga qumshti, nga Ja, se ta sjellon, ka që. gjalpi, yndyra e të tjerë. Sa kohë E lë, merr kohë pra beshameli për të përgatitur, do mbushen kungujt që janë perfekt zgavrat për të vendosur mbushje këtu. Kjo është e rëndësishme. Të jenë plot me këtë mbushjen, ato janë vetë me sasi uji, pra një pjesë e konsiderueshme e gjithë perimes e zë uji, kështu që do të jetë një mbushje jo e thatë, po do të ndihmohet nga uji që përmban vetë kungulli dhe do të unifikohet pastaj me beshamelin, me shijen e mbushjes, aromat e me radhë. nëse unë shoh që kam pak beshamel, marr pak ujë ose lëngun e orizit. Për të duash, po, edhe lëngun e orizit, kemi dhe qumësht, ujë, Është i trasht, është i mpiksur, shtoj edhe pak. Po të doni ju shumë mund ta bëni vetëm nëse shtej qumësht, vez. Asgjë tjetër. Beshamelin është shumë i kollajt. Në të kundërt, siç e kam dhe fillon këto bulzat, e largoj, vendos 2 të verdhat e vezëve dhe jam, Të vogati. për në Tani gati për të aksion. mbushur. Reaction. Mos më flet më bollë, bollë më të keqë. Anglisht vetëm anglisht flas. Për mua fol të gjitha gjuhët. Varet Se se te të kupton gatimi, anvisat. gatimi ka Sa të vetëm një kuptojnë gjuhë, ka anvisat. dashuri, ka që asnjë gjë tjetër. Kjo është gjuhë universale. Ja, ku e kam kuptojnë edhe kremin. anvisat. Ja, ku e kam edhe kremin. Tani, unë, po të dua, mund t'i shtoj një prekje shumë të lehtë të limonit. Lëkura e limonit, ë? Pra, nuk shtova armysh, armoskat, shëndet dhe uriç. Faleminderit. Pra, për një aromë pak sa më të veçantë. Dhe gjitha këto që unë kam, do t'i largoj, sepse nuk më duhen. Tani është montimi, finalizimi i recetës. Kam Duke furrën e shtuar. para ngrohur, sepse dua që ju të keni fushpamjen e duhur. Tu në tepsi siç janë. Vetëm duhet një lugë besoj e hollë, e vogël, që të arrijë të mbushi deri në fund kungulleshkat. Ja, po e kam edhe Për këtë lugën. recetë duhen pak të gjëra, të mëdhaja, në mënyrë që Ja. të mbushen, se çdo e Shtova pak mbushur e krip tillë kërkon. në fund dhe nuk bëra përzierjen. Mos harroni furrën e para ngrohur, Në 200 e kemi për momentin. ose me doreza, ju shumë mirë. Është e Mund nxehtë ta se me shtyni, doreza po. do ishte më shpejt dhe Po, më po thjeshtë. me doreza tani, normalisht është Po janë Është gafa më e madhe. plastike dhe në kontakt me nxehtësinë është e pashëndetshme që ti nxehim. i bëj vend mbushjes. Tani kjo më duket se ishte, po. Filloj tani, avash, ja. E merr vetë, sepse kishte një pjesë të tulit brenda. Po. Po patjetër që do dhe i cikdurim, a? Për shembull në shtëpi ne bëjmë shumë kollaj sepse Ama me duart e lara. rezultati është ai që na bën të durojmë.
kur do presim rezultatin e shijes së recetës, ja vlen që të durojmë edhe të... Nuk kam mbaruar. Nuk kam mbaruar. Kungu duhen pak të mëdhenj, vërtet duhen të njom, po duhen të mëdhenj. Ju shumë mirë mund të bëni këtë gërvishtin me thik për shembull, ja. Dela ngjyra me jeshile. Ja. Të tillën, gjë që unë harrova, po, ja. Po e bëj tani, edhe pjesa e lëkurës që unë tërheq, vendoset tek mbushja. Po, te mbushja. Jo domosdoshmërisht. Ajo më tepër për estetik, sepse kështu shija nuk është se ndikon pak të shija. Okej, është pjesa pak më e ashpër e kungullit, po nuk është se ka ndonjë ndikim të madh. Pjesën tjetër që mua më tepron, patjetër që do ta vendos shtrat. Ja, kjo tani është vërtet e ngopur me mbushje. Deri ku shkon luga, nuk më duhet deri në fund fare, sepse lagështira që ka dhe vetë kungulli, bën që dhe orizi të ketë rezultatin e vetë të zijej, të bëhet më tepër. Prandaj dhe nuk na duhet e thatë gatesa, iqi, mbushja, si të doni ju. Harxhi, hiqi, mbushja, janë termat që e përdorin anvisat të zonave të ndryshme, kur bëjmë mbushjet e kungujve, patlıgjanëve, domateve, specave me radhë. Dhe këtu aromat janë fantastike, të forta, të ngrota, dhe sillin në afër me ato mbushjet tradicionale. Përsërisim edhe një recetën tonë, sepse e përfunduam, jemi gati për t'i vendosur edhe beshamelin dhe direkt në furrë për t'a pjekur. Përgatitëm pra kungulleshka të mbushura me salcë beshamel. 8 kunguj të njom, mish të grirë 250 gram, 1 filxhan kafeje oriz, 2-3 qep mesatare, 1 apo 2 tufa me koper, shtuam dhe pak nga majdanozi, krip dhe piper. Dhe salca beshamel ju kërkon 2 lugë gjallë, 2 lugë miell, 2-3 filxhan çaj qumësht, 1 filxhan çaj lëng nga kungulleshkat, 1 ose 2 të verdha vezësh, pak lëng limoni, krip dhe piper për rregullimin e shijes. Tani, këtë masën që unë kam, sigurisht që nuk shkon dëm, ajo përzier me beshamelin bëhet fantastike në shije. Ja, kështu e hapim në për të, i zëm vend të gjithave. Bukur fort. Pra, ja vlen që t'ju marri qerekore ko, kjo recet, për ta përgatitur. O i ka urdisim që o i skuqim që i bëjmë stik, o i vendosim të tilla, si të dëshiroj juve, e bardha e zemrës, shumë pakës fare piper, op, i largoj dhe kam beshamelin. Beshameli gjë që e shikoni është... Sa më shumë të ri, do pak qumësht apo të duhet për recetën ti. Beshameli sa më shumë të ri trashet, kuptohet. Dhe ka qenë edhe pranë nxehtësisë, patjetër. Duhet të trazohet, po ja që e mori formën e mëparshme. Ky është hapi i fundit i recetës, shtimi i beshamelit. Janë të dyja dorezat, të marrim një kështu. Jo, s'ka gjë se ma një garuzhde dhe garuzhde. Tregojmë edhe hapin e fundit, jo, është e nxehtë ajo, se ishte aty tek nxehtësia te vatra e nxehtë. Hapi fundit mbulimi me këtë kremin beshamel, i mban ato të buta, ju jep shije, i lidh përbërësit, mbushjen bashk edhe kungujt. Dhe, ja, që një mas kremoze e duhur, si që ka hije, prandaj them unë që kuzhina s'ka kufi, kjo është. Dhe e mbarojmë... Beshameli ishte në masën e durë, fiks për sasin dhe kungujt që kishim në dispozicion. Kujdes është prapë e nxehtë. Amore mio! E vendosim në furrë për t'u pjekur, ndërkohë ne bëjmë një shkëputje të vogël për mesazhin promocional. Erdhëm dhe do kalojmë te receta tjetër. Ai sa më tha se do ta them se s'mri goja. Hajde tha o Haxhi Pishman. Edhe me që më tha Haxhi Pishman, sepse doja të nisja me tëmlën, pastaj tash me të kripurën. Ta nis me të kripurën. Ti mbaroj 2 gatimet që janë me krip, pastaj me të ëmblën. Shtoj yndyrë.
Kishe edhe pak se po konsumoja diçka Të bëftë mirë. në pushim. Të bëftë mirë. Tek yndyra, Tani do kalosh te do shoj supa. gjalp edhe normalisht do patate frikase. Patate frikase. Këto recet do lexojmë në ekran, të shohim përbërësit një herë dhe pastaj gatuajmë. Shpejt e shpejt, nuk na merr shumë kohë dhe kjo recet është e thjeshtë dhe e shpejtë. Tani do bëjmë patatet me pak përbërës. Patate, karota, vezë, qep. Po të doni ju, për shumë unë kam edhe finok, për shembull. Po të doni shtoni, po të doni nuk i shtoni, ja? Ja, të bëjmë Pra, vaj. ju duhet patate, gjalp vajulliri, qep, 2 karota, qumësht, 1 gotë qumësht, ose 2 vezë, 1 limon, 3-4 fije majdanozi freskët, krip, piperi, zi dhe ujë ose lëng fishi. E nisi me qepën, si gjithmonë. Direkt qepën. Sepse s'kam qa the më, a? Po skripën. To i dini vetë tani, s'ka. Pra, këto janë natyra atyre recetave që janë vërtet të thjeshta, të shpejta, praktike dhe që përfshin perimet brenda tyre. Karotat, finokun në rastin konkret, bimët aromatike që nuk i ndajmë nga tryeza Pra, jonë. karotat edhe patatet i kam vendosur në ujë. Në ujë të nxehtë, që të kenë mundësi të bëhen pakos më shpejt, u gjithmonë për efekt kohe, por në shtëpi i vendosin ujë të ftohtë. Unë ishte gjithmonë pakës krip, se sikur e merr, e përthith pak fare kripën. Do ta lë qepën, aq sa mua të zverdhet të bëhet bjonde. Aq do bëhet, ë? Aq bjonde. Deri te Gjithë thonë për bjonde. shumë se bjondet nuk janë zgjuara. E mi se është mit. A? Mit besoj është, nuk është... Po të është, ja, si Mit është mit. thua ti, ja më tuaj. Ka dhe brune që nuk janë të zgjuara. Më shkrua njëra dje. Ti e di shumë që unë i dua kafshët dhe i ushqej. Dhe të mijat edhe ato që janë jashtë. Po pse nuk jepnin në një ndim? Po, a i dini ju sa ndima japim ne dhe ato si themi në ekran? Sepse gjëja primare të japë është ndimën të një plak, të njeri i pamundur, vetëm ajo nuk duhet të paraqitet. Po patjetër ne që i duam kafshë, duam edhe njerëzit, dhe gjëja e parë ne ndihmojmë njerëzit. Pyetje me shumë vend. Kjo është pyetje e dur. Është edhe një shprehje sa dua kafshë, sa më shumë dua kafshë të largohem nga njerëzit, por tek ne jo. Patjetër që dua njerëzit në fillim fare. Çfarere. Çfarere, është e vetmja aromë që mua më pëlqen shumë dhe Niki largohet. Po, shumë. Shtoj direkt. Ja, opa, patate, karota, kanë një fortësi. I lë në ujin me pakës fare ujë. Nëse unë dua t'i skuq, i jap një shije më të mirë, por ama edhe ndyra është me tepër. Kështu sikur bëj një kolpë të vogël tek ndyra. E largoj dhe u hedh luleve. Po ashtu dhe kemi një mund të kemi finok. Një përzierje të mirë. Ja, një përzierje shumë të mirë. Për shembull, unë që do t'i shtoj finokun, nuk më duhet edhe erza e bimët aromatike të shumta. Po, se ka vetë aromën. Shtoj masën e kripës. Shtoj, masën e piperit. Dhe kur është frikaseja e do mirë piperin. Normalisht, mund të shton edhe piperin e bardh, ose piperin e zi. Po e dim që piperin e kemi në tretë, ziun të bardhin e shilin, i kuqi shkon për gjë tjetër sepse nuk kalon në pjekje. Edhe, po të duam, shtojmë finok. Kjo është sipas dëshirës. Ne Unë e kisha faktikisht, edhe nuk dua që... Por... Edhe ju shkon dhe karotës, edhe patates. Por, ujin e finokut, normalisht do ta shtoj, dhe nuk ta çoj tek lulet. Thjesht e lash dhe kishte, mos ishte e that fare. E përziej. I vendos kapakun. E lëm që të zjej pak. Po largoj këtë këtu. Kungulleshka që na mbeti, ndërkohë shirim dhe një sy tavës, është duke u pjekur. 2 vezë. Masën e ujit.
Pra do presim që ato të zjenjë, të zbuten mirë perimet, patatja, finoku, karota, qepa po ashtu e ka urdisur dhe e zbutur mirë, më pas i shtohet kjo pjesa e vezës, 2 vezë rahura, duke i ndihmuar të shpërbohen edhe me qumësht. I hedhim edhe pak vaj të aromatizuar me trumë të vendosë shte pak të sipër. Më falë që mos të vras. Marë një thik. Dhe limon që unë kam shtuar pak në fund. Më pak produkte, sepse ju keni diku tek 1 kile patate për shembull, unë kam vendosur më pak dhe limonin e vendosur mas më të vogël. Pra shtova qumësht, kripën, sikurse edhe pak të fare vaj, derisa të bëhet homogjene, e një krajçme. Jo për ta shtuar tani, nuk i shtoj asnjë bimë aromatike. Nuk i shtoj koperin. Normalisht te finoku, unë kam finokun. Po, kjo është erebela. Kjo është erebela dhe këtu kam finokun. Normalisht ngjasojnë shumë tek të dyja, shumë ngjasojnë. Thjesht finoku e ka pak sa më të theksuar te gjethja. Po të dua unë, thjesht i vendos 2 gjethe finok. Ama bëjnë diferencën në shije. Dhe e lë të ziej duke i shtuar edhe ujin e bimëve aromatike. Kështu që t'i lëmë që të veprojnë? Po, i lëmë të ziejnë mirë dhe vërtet është në rastin që uji duhet ta kaloj masën e perimeve. I vendos kapakun, pres që të bëhet dhe në fund fare të gjitha këto nuk më duhen, i largoj se s'më duhen. Mirë, ne përfunduam dhe recetën e dytë, të dyja do t'i gjeni dhe në rrjetet tona sociale, padyshim dhe me mënyrën e servirjes, pashtu dhe në YouTube-in e Reze Dielli, në kanalin ton zyrtar me të njëjtin emër, Reze Dielli, ku jemi bërë një 206.000 komunitet i këndshëm, që në ndjekin, na komentojnë dhe na suportojnë. Faleminderit që na ndoqët deri tani, të lumshin duar, do të kemi të tjera receta nesër apo jo? Edhe recetën e ëmbël, sepse ne duhet të kalojmë në publicitet dhe në programacionin e Report Televizion për zhvillimet që vinë më pas. Ju pres pasi të përfundojnë dhe flesh informativ me bisedat tona. Mirë se erdhët, jemi sërish në Rezen ton. Jam me Sara Pietran, ajo është financiere në profesion, por kohëve të fundit i është përkushtuar një arti të veçantë, të cilën e ka të trashëguar nga nëna e saj e ndjerë. Sara vjen në studio për të na treguar një art të veçantë të ngjyrosjes së vezëve, duke qenë se jemi në prag të pashkëve katolike dhe më pas atyre ortodokse, kështu që puna për përgatitjen e tyre, gjithë simbolikat dhe elementet e tjerë të festës së Pashkës, patjetër që janë në vëmendjen e shumë prej jush. Në studio na ka sjell dhe vezët e pra atmosferën e Pashkëve, por edhe vezë të dekoruara, po fillimisht ta mirpres Sarën. Mirë se erdhe, kënaqësi që je këtu në Reze Dielli. Faleminderit për ftesën. Dhe për gjithë angazhimin tënd, këtë përkushtim të veçantë që ti ke nisur ta zhvillosh kohëve të fundit, jo vetëm për të trashëguar një profesion ose një teknik të cilën familja jote ka ushtruar prej vitesh të tëra, si le të themi gjatë festës Pashkës katolike, apo si pasion, apo si trashëgimi, si atmosferë që mbizotëronte në familjen tuaj. Më trego pak, si ka nisur, që si e mban mend ti nga fillimet e tua, që kur ke qenë ti e vogël, bashkë me nënën gjyshen, si përgatisni të vezët? Kjo gjë faktikisht ka ngelur brenda, është mënyra se si ne i përgatisim, nuk është e re, kam bërë dhe më përpara, mirë po teza shumë kohë më përpara pati një udhtim në Greqi dhe mësoj si traditë, sepse grekët njihen për këto punët e gjërat e dorës, i kanë shumë të lezetshme. Dhe solli në familjen tonë, mësoj tek mami, tek nuset e tjera të dajave dhe kështu me radhë dhe mbajtëm brenda familjes. Mirë po, edhe mundësit pak më të limituara dhe gjatë më të limituara dhe atëherë kanë qenë bërë me gjethe majdanozi,
që ngjiteshe tek pjesa vezës, por edhe me emra. Unë për shembull këtu kam bërë emrin Njosea që është në vezë pate. Sa bukur, shumë faleminderit se pëlqeu shumë. Gjithë shporta e kompozuar që ke sjell, mund ta filmojmë pak edhe të tregojmë edhe shportën tjetër të modeleve të ndryshme. Tani këtë emër Njosea, ky është i bërë në Word. Edhe pritet me dorë, çdo gjë shprehje me dorë. Mirë, po më përpara, para se mamet mësonte kompjuterin e gjëra se janë futur gjatë me vonesë, priteshin në gazeta. Merrshin gazetat edhe formoheshin shkronja të gjëra dhe bëheshe emri që do të demonstroj pak më vonë, po, emri personit dhe bëheshe lidhja me çorape. Më vonë mami ka qenë financier në zanat, ka punuar dhe pa të mësuar edhe kompjuterin dhe filloi domethënë këto Wordin, Excelin, këto e kishe shumë qef dhe arriti ti perfeksiononte, domethënë nga pjesa gazetave i punonte në Word, pastaj preu bënte figurat dhe janë shumë figura të ndryshme. Që janë simbolike dhe që lidhen me kuptimin e është kjo tu, vajza me lepër që është pak e zorshme për t'u prerë, është pjesa e lules me nuse pashka dhe kjo shumë e zorshme sepse është komplet prerje, të gjitha janë prerje me dorë, por kjo është prerje me bris nga brenda. Dhe janë të zorshme të gjitha. Pra nuk janë figura... Por nuk janë dhe ishte thjeshta. Jo, është një punë minimumi 4 orë, domethënë, për të bërë një gjë dhe nuk është fare lehtë. Është komplet pundore. Pra ai pasioni dhe përkushtimi jot, i përkushtuar me... Tani mami e bënte këtë gjë, unë nuk kam lidhur kurrë një kokorvez në jetën time, edhe mbanin gratë ndërmjet njëra tjetrës, si bënin shumë... Një ritual i tradit e përbashkët, mami, teze, gjyshet, blidheshin bashkë për të bërë Mami, teze dhe nusja dajës, që i bënin shumë bukra. Tezja futi si frym brenda në familje, këto perfeksionuan, duke sajuar, duke shtuar gjëra të reja, dhe kështu i perfeksionuan, si më thënë. Brezi jonë një fëmijëve të tyre nuk kemi lidhur kurrë në jetën tonë një kokorvez. Ti për shembull kur je pranë tyre çfarë mendoje? Më jepte punën më macaruse që ishte, sepse këto vezët janë këtu. Këto vezët kur blihen, duhet t'i zgjedhësh një që mos ketë damar, mos ketë harta, sepse nuk të merr as figura bukur, të jenë të lëmuara dhe duhen të larë gjitha. Këtë proces e bëja unë. Nuk i kisha më shumë qef, po. Pastaj atë procesin e ngjyrosjes e dekorimit, të lidhjes ngjyrosjes gjitha e bënte vetë ajo. E shikoje dhe të pëlqente. Po, kështu, bënte shumë vezë që ne i falim se ç'ishte tradita zakoni, mirë po mund të them që edhe pashkët e fundit që mami liu shumë vezë, ka qenë dasmën e djalit tezës, nipit vet, edhe qelloi ditën të dielën e pashëve. Qelloi dhe dasma edhe vezët para. Po, edhe duke qenë në simbolin e fesë katolike dhe qelloi dasma atij në ditë të dielën, vendosi që si konfet të vendoste vezën e zogjve në dy zogjve në deg. Më thënë, gjdo pjatant s'kishë nga një vezë të tillë, po ishte një dasëm me 400 ca të ftuar. Dhe përveç... ka shbonim gjdo vit. Dhe përveç dasmës u bën dhe vezë tjera që ne i falim si që është tradita jonë. Ka që një punë kolosale. Si bënit 400 vezë gjdo pashkë, gjdo vit keni bërë? Bënim shumë, mami bënte shumë dhe i shpërndante, po. Dhe kështu, i bënte gjitha vetë, bënte me shumë pasion atë gjë, s'diskutoj që ka lodhje, sepse procesi kësaj është shumë i gjatë dhe nuk vazhdon vetëm tek pjesa e ngjyrosjes së vezës, po ka një punë kolosale nga mbrapa, mund t'i tregoj pak aty. Po, do t'a shpjegojmë procesin, por doja të dija pak të lidhjen shpirtërore që ke tani, pra ngjyra është gjithmonë e kuqe. Unë kam vendosur se të bëj ngjyrën e kuqe, sepse tregot më mirë punimi, kemi bërë dhe ngjyra të tjera, po unë si veti kam 1-2 vite që bëj vetëm të kuqe. Vetëm të kuqe. Pasi nëna ndroi jetë apo jo? Po, ka 4 vite që nuk është më dhe vitin e parë pas vdekjes së saj ne nuk ngjyrosëm vezë. Ishte e sëmur, ndroi jetë nga vaksina AstraZeneca. Ka qenë situata covidiane, një nga ato viktime ishte dhe mami im. I dha një efekt ansor të tillë? Po. Gjithsesi... Ishte financiere në profesion, apo jo? Kishe një marrëdhënie shumë të ngushtë me të? Si çdo fëmijë me prindin, po kaq ishte si... Ajo të frymëzonte, jo vetëm të bëri që të ishe ti financiere si ajo, të trashëgojë dhe profesionin. Unë kam qenë gjithmonë pak nga artet, më thënë të drejtën, të piktura, të gjërat e bukura, kush si ka qef gjërat e bukura, mirë po prindi gjithmonë orienton fëmijën në një drejtim dhe gjithmonë mami financa dhe kështu e pash vetën në sistem. Po, e pash vetën në sistem bankar, pastaj financiere dhe kam qenë gjithmonë te këto, por gjithmonë artet më kanë pëlqyer, piktura, skulptura, gjitha këto gjërat i kam me shumë pasion edhe si çdo njeri e vlerësoj gjën e bukur.
Jam pak edhe Nazelies një eri se nuk është se më para pëlqen gjë kollaj, kështu që një gjë që e bëj. Nga shifra dhe kalosh te kjo bota me ngjyra. Kam qenë te kjo botë gjithmonë, po thjesht u fokusova në gjë tjetër, po. Je bër pishmanj që ke zgjedhur rrugën si financierje? Jo, profesion të parë? Kam dashur të zgjedh artët, më thënë të drejtën, kur filloi pjesa e shkollës, po mama gjithmonë ishte insistuar që artët në Shqipëri nuk të mbajnë, nuk bëjnë, duhet të mbash familjen, duhet të jesh më zonja, fokuso te kjo pjesa dhe ka qenë më thënë si orientim që të drejton prindi fëmijën. Por pjesa e artëve gjithmonë ka ngelur tek mua. Çfarë mban mend ti ose si këshill ose ato lidhjen e fortë me nënën tënde, përveç se të ka dhënë këtë pasionin e bukur të gjës së të ti, e ke kthyer tashmë në një biznes apo jo? Biznes. Mund të themi që kam tentuar pasion që ta shikoj se si ecën ku tek qysh, edhe është më shumë një gjë që ta bëj për këtë te Sara, se kështu edhe logon tënde me kënaqësi më të madhe si trashëgimtare kësaj tradite, por është Jerina, ajo goca bukur aty, quhet Jerina Princesha Pare Zadrimës. Nga unë kam edhe prejardhje në origjinën dhe mendova të përdor një gjë të zonës tonë, një gjë katolike, krishtere të traditës që të lidhet dhe me pjesën e, më thënë, të ngjelet një gjë brenda. Lidhja e fortë me nënën, sepse nuk është pak që ti, kur je pranë vezë, kur punon vezët, kur i dekoron ato, sigurisht që të vinë kujtimet me nënën tënde. Të tregoj unë. Mas vdekjes së mamit, mami ka 4 vite që nuk është, vitin e parë nuk i bëm pjesën e dekorit të vezëve. Nuk guxoni ti? Jo, dhe unë isha parë, as familjarët nuk guxoni, isha e parë që i bëra dhe i thash do i bëni edhe ju me që i bëra unë, kështu që fillova vetë dhe kam përdor fiks mjetë e gjëra që ajo kishe se që ti kishte lënë. Që kishte lënë i bënte çdo vit, kisha të raftin e vet në shtëpi që ka këto gjëra të pashve, mjetet të gjitha të punës, se hapa. Më thash nuk kisha lidhur kur një kokër vezë në jetën time, mirë po kam një që unë e shoh atë duke bërë të punë. Dhe tentova t'i bëj, më dolën perfekte, siç janë këto që shikon këtu, dhe kur bën një gjë të bukur, zakonisht thot hajt se ka qenë rastësia dhe ndodhi. Dhe për mos më lënë kësaj rastisë, fillova bëra shumë vezë vitin e parë. Kam bërë diku te 200-300 kokra vezë që i fala, e bëj edhe fala. Nuk janë asnjë gjë kaq për ne, më thonë ne bëjmë gjithmonë shumë. Dhe bëra shumë dhe ndolen shumë të bukura dhe u ndjeva shumë mirë kur edhe ma vlerësuan familjarë, shoqëria sepse i dhash tek familjarë që mami çonte për herë. Dhe kështu që këtë vit vendosa që me insistimin më thënë të drejtën, të Adës, një shoqje tonën, që Sara duhet t'i bësh, duhet të reklamosh, duhet t'a bësh si punë, edhe mendova, ta shikoj njerëz se si ecën tek ecën, më shumë edhe për të pasur një formë kujtimi për pjesën e vezëve. Të bën të qëndrosh, të kujton maman, të bën të jesh më afër me të, ky proces? Bëhet, po... Pra, sa herë ti je pranë vezëve që i dekoron ato, i jep ato ngjyrën, bën ato teknikat, kujtohet komplet periudha me mamin, kur ti ishe pranë saj, apo ajo ishte kryesorja që i silte ato kaq të bukura për Ajo më thënë të drejtën e kemi qenë dhe fëmijë të vegjël dhe pak të mbrapsht, dhe kur i bënte këto çdo gjë në shtëpi ishte me vezë dhe thoshte mos më kalo afër vezëve se do rrëzosh, do biesh, i kishte më shumë qejf. Të linte të bënte në punë të përfshiheshe, për shembull që nuk e prisja dhe thash ti po ma thu këtë gjë, dasma e kushit u bën në Shëngjin dhe një natë para i kishte bërë gjitha vezët dhe nuk ja jep të kujt asnjë familjare, se nuk kishte besim, po të shkonte vetë ishte edhe lodhur dhe më tha mua, do t'jap një prosi. Po i tha mua, do qosh ta vezët në Shëngjin edhe do i sistemosh ti në përpjatat, se po bësh arredimi i lokalit atje dhe këto mi la mua dhe me thash unë një sikur i thash ma lë mua këtë gjë se kishe ma shmerak. Edhe shkova i rregullova dhe i pëlqente, fillon të edhe të kontrollonte punën, ka qenë shumë... Po ishte financiere arshme ti, ishte e përpikt në shifra dhe në përllogaritje. Të shkoj në këmbët e prindit, po ajo shumë e rrallë, si çdo fëmijë që flet për nënën e vet. Po, ti ke shkuar në të dyja drejtime, edhe në profesorin e saj dhe në pasionin që ajo ta trashëgoi dhe ti mundohesh që ta kesh më pranë nënën tënde, duke vazhduar këtë traditë familjare, por me këtë 400 vezët në çdo vit që ish përnda, nuk e di se do t'ja arrish, deri më sa do arrish si vjet. Për shembull deri më tani 350.
350. 350. Sa orë të merë, si ja përballon? Shumë, një për shembull, unë që t'i lecoj punën vetës, i lë dhe të lidhura dhe pastaj fillon procesi i zierjes, që është një gjë 4 orë. Do ta shpjegojmë tani hap pas hapi për zonja që na ndjekin, sepse këto janë ditët e pashkve. Ditët e pashkve kur bëhen ngjyrose mvezët apo përveç të premtes. Po. Edhe të pashkve mund të jap edhe edhe pashkve ortodokse. sugjerim. Na tani sekretet e ngjyrosjes së vezëve. Kjo ka çdo gjë sekrete, që te pjesa prerjes, te lidhjes, te pjesa e zierjes, te pjesa bojës, domethënë çdo gjë është punë me vete, saqë kanë tentuar shoqëri e jona, familjar të tjerë që shikojnë atë video ose procedurën që mami bënte me disa herë, por nuk arrinin t'i bënë, sepse ajo gjë kërkon përpikmëri. Edhe praktika eksperienca bën të vetëm. Unë le të themi kam pasur fatin që jam rritur me të duke i bërë ndër vite dhe unë habitem se si ndoli me herën e parë ndoli siç e bënte mami. Ndoshta nga që është një bekim? Ndoshta, dhe mund të jetë edhe ajo, se sa si po. Anvisat, në qëse kam pata, ose ves pata, mund të bët dhe me ves pate. Ndërkohë na ke dërguar dhe video, me që se regjia po e plejon disa herë, për të shpjeguar gjithë procesin. Oke, dhe me pjesën e vezës së patës, që është më e madhe, më e bukur dhe duket bukur dhe dekori. Tani më trego pak këtu, se çfarë je duke bërë? Kjo është nga fundi, me thënë të drejtën. Po, do ta tregojmë edhe një nga fillimi, sepse fillimisht zjen vezët, apo lahen një vezët, ta shpjegojmë hap pas hapi gjithë procesin tënd të ngjyrosjes së vezëve kaq bukur. Atëherë në fillim zgjidhen të gjitha dhe të jenë pa damar, komplet, të jenë të pastra, të lëmuar, sepse ndryshe nuk të merr mirë as boja, as pjesa e ngjitjes, as lloj gjë. Ka shumë të bëjë pjesa e përzgjedhjes. Pastrohen të gjitha vezët, lahen komplet dhe mund të bëj një demonstrim të vogël. Tregoj herë materialet që duhen. Këto unë i kam nga mami dhe thjesht i printoj çdo vit, si gërmat, si fotot, si gjitha, janë këtu. Për efekt kohë televiziv, unë i kam sjellë ca gjëra të prera, që mos të humbasim edhe kohë. Dhe janë ca këtu, janë figura të vështira, që ndoshta edhe nuk duken fort, po do mundon t'i demonstroj një kështu. Ja, për shembull, më kapi dora peshorën e drejtësisë dhe lulja me nuse pashke. Ja, po bëjmë këtë këtu. Atëherë, gjë tjetër që duhet është ky filli, është me këtë spango, jo, nuk është spango. Ky anvisa që bëjmë pundore me grep se mami bënte. Kjo është me holl, nuk është spango kuzhine që lidhi mishin, no? Është pesh që bën me grep, nuk e di si mund ta quaj ndryshe, çentrot, është përdoret kjo fije. Çorapet e gocave, këtu. Të më thonë, i bie për çdo punë që bën ti, sa çorape ke harxuar? Janë shumë kam harxuar, mirë po ne në vezët tona që bënim familjarët ka edhe një gjë tjetër. Zakonisht ne gocat kur veshim çorape dhe grisen, mami nuk lindte asnjëherë t'i hidhnin, po i merrte i lante dhe i përdorshim për të lidhur vezët, sepse nuk ka të bëjë që të jetë fija shumë, mjafton të lidhet. Mjafton të lidhet dhe të qëndrojë. Po, dhe gjithmonë ishte një çantë që ishte me çorape të grisura. Tani unë do bëj një demonstrim. Patjetër, e shikoj me pjesa e këtyre gjërave të trasha. Okej. Në të lë këtu. Me atë pjesën tjetër nuk është e ti do ta hedhësh, përsëri e përdor. Jo, ajo hidhet, nuk hyn në punë. Prandaj kanë edhe ca kosën vete këto. Më shumë kanë lodhje fizike, kohe, gjitha gjërat bashk. Mora të duhurin, po. Dhe i hoqa këto dhe mbajta vetëm pjesën këtu. Tani merret veza e pastër dhe njomet, faktikisht do nduash edhe një letër, po harrova, s'ka gjë. Për ta fshirë, apo jo? Me këtë pecetë ndoshta, që të mos qohemi? Ose me pjesën tjetër të çorapeve? Pra ti e njom pjesën njomet, ku do të ngjitet figura. Bëhet kjo kështu, po marr këtë copën që hodha, e pastron, pra është ujë edhe e njom këtu, e pastron këtu dhe e sistemon mirë. Tani kjo ka të bëjë pjesa që mos ngelim mbeturina ose pa pastërtira, pjesa figurës të jetë duhet të puthitet mirë, po ka dhe rëndësi që figura mos të jetë me cepa, qarje, do më thënë duhet jetë përja precize dhe është komplet përje me dorë. Pastaj merret çorapja dhe bëhet në mënyrë të tillë që veza mos lëvizi. Nuk e din nëse kap kamera? Po, patjetër. Dhe ja. Lidhet në formë të tillë. Dhe këtu të bën duar gjak pastaj, se është pjesa peri që... Po, që duhet të lidhet mirë, që të mos hapet gjatë të zjerjes. Këtu janë të pazjera. Këto janë vezë të pazjera. Dhe delën në mënyrë të tillë. Unë kam sjellë ca shembuj këtu, që i kam lidhur në shtëpi. Që mund të lidhen 3, 4. I lidh si të duash në varësi të gjëras që do bësh. Bëhet kjo lidhja këtu. Tani kjo punë kërkon shumë kohë, të duket shumë e thjeshtë mënyra se si e bëra unë tani, po kjo do kohën e vet komplet.
Qëtë prerja... Sa copë vezë do të bëjmë, sa kokra vezë. Shumë, qëtë pjesa prerjes. Pastaj do të zihen? Tani, zakonisht ne përdojmë këto të gjerë të mëdhaj që paktën të zë 1 ose 2 bikurina vezë. Dhe gjitha këto vendosen... Si që janë me çorape dhe me figurën, vendosen në zgjerje. Si vjetë kam përdorur një metodë tjetër, me thënë drejtën, se gjithmonë duke u përmirësuar. Më përpara i vinim gjitha kështu një mbi tjetër, nuk ka problem dhe me ujë qezëm ambientin, më thënë jo shumë kështu, jo të ngrohtë. Vendosim vezët gjitha njëra mbi tjetërën dhe lihet në temperaturë të avashtë. Më thënë unë tek shtëpia pianuar e kam nga 0 te 14 maksimumi dhe vezët i liha tek dyshi për 3 orë gjysmë. Për 3 orë gjysmë te dyshi, pra në mënyrë temperaturë shumë të ngadalt. Momentin që fillon e pak bulzon ujë, jo të vloje, se thyet pastaj veza, e kalon në bojë dhe bën lyerje me luk 1 nga 1, komplet të vezët. Të gjitha vezët kalojnë 1 nga 1 në bojë. 1 nga 1 në bojë, boja pastaj ka hile tjetër dhe lihen të thanë dhe pastaj kalon nga 3 herë që të lyhen me vaj ulliri, që të dali. Për të marrë shkëlqim. Për të marrë shkëlqim. Unë kam bërë 2 lej pujt, ja ku e kam këtu. Ja me vënë një se ashtu. Dhe të dalin një mënyrë e tillë. Super, shumë të bukura. Do më thënë dhe ngjyrën e kanë marrë, ngjyrë të kuqe të ndezur. Tani, pjesa ngjyrës nuk ka asnjëherë një pako të caktuar apo një sasi të caktuar. Ne gjithmonë provonim. Pra, ti provon 2-3 metoda. Një pako, për shembull. Sa ato lexojnë për shembull 30 një pako. Nuk ka të bëj fare, jo, gjithmonë me sy. Ne asnjëherë nuk kemi bazuar te pjesa e shkrimit të asaj. Për shembull, unë me 2 bikurina vezë unë përdor aktualisht, me këtë ngjyrë kam përdor 7 pako bojë. 7 pako që i holloj dhe del ngjyra e saj, do të thënë është pjesa bojës është komplet hile më vete. Aty tek zjerja i shton diçka tjetër që mos çajen krip apo asnjë gjë, ka të bëjë vetëm te pjesa e zjerjes, temperatura dhe të kapen gjitha 1 nga 1, po në momentin që ti e fut në ujë, ajo duhet të jetë duke vluar pak, do të thënë mos jetë i ftohtë. Jo, mos jetë i ftohtë, po të jetë në vlim. Pak të vluar. Uji vlon dhe vezët shtohen. I kalon kështu 1 nga 1, siç e kam treguar edhe tek pjesa e videos. Dhe në momentin që vlohet, merret kjo komplet dhe po e prish tani me që bëm si shembull. Ato thajin që i heq nga boja, pra pasi kanë zjerë, i fut në bojë të nxehta apo të ftohta? Jo, pasi e kemi futur në bojë të ngrohtë, masi shikojmë që ka marrë një farë ngjyrë që mendon që është e duhura, e nxjerr nga boja dhe kalon në lavaman dhe këtu në lavaman ujë të bollshëm e pret këtë me gërshër. Po. Kjo shkon dëm fare dhe ndërkohë që i bie ujë sipër, kjo hiqet dhe hiqet dhe pjesa, se tani është bërë me ujë, kjo hiqet dhe pjesa figurave në ujë të rrjedhshëm. Do të thënë 1 nga 1 të gjitha vezët dhe del kjo kështu, do të thënë del hija e bardhë. Mirë, po ka një hile sepse në momentin të lidhja. Ka raste që edhe ne që e bëjmë prej kohësh, ka raste që ti kur e ke vezën, në marrë nga ana tjetër, kur e ke vezën që bën lidhjen, te pjesa e shtrëngimit ka të bëjë që mos ta lësh shumë lirë sepse lëvizën dhe figura. Mirë, po kur shtrëngon shumë, ajo çahet veza. Do thënë ka të bëjë edhe te pjesa e lidhjes, edhe ne që kemi vite që i bëjmë të çahet veza në dorë dhe nuk bën më, edhe ka mundësi të prishë edhe 2-3 lidhje tjera. Edhe është punë kolosale. Pra është një punë, po që ti e ke me kaq shumë pasion sa nuk dorëzohesh. Ke menduar ndonjëherë që ose e lodhshme është po e lë fare? Është e lodhshme, po ka lezetin e vet. Sepse këto janë gjëra të bukura, festa, gjëra që mbledhin njerëz dhe që ty të mbushin, plus që ke nostalgji të kujtime, ke lidhje shpirtërore që ta kalon mami, ta ka trashëguar ajo dhe kështu që ti e vazhdon me duri, me këmbgulje dhe me shumë dashuri. Ndërkohë, në faqen tënde mësova, në faqen tënde në Instagram, te Sara. Ti ke treguar këto proceset, ke nxjerr aty vezë të ndryshme të dekoruara, punimet tua. Po kam nxjerr dhe komplet pjesën e videos se si bëhet, më thonë nuk është një gjë që dua ta mbaj sekret, ajo kërkon shumë kushtim, durim, ka shumë teknika që të momenti i përzgjedhjes së figurave, shkronjave, të prerja, të përzgjedhja vezës. Dikush që nuk e ka durimin tënd, Sara, mund t'i bëj porosit të këty në Instagram? Mund t'i bëj tek unë të porosit, po ka një gjë se unë kam lënë pak çmimet të larta, do thonë pse ke lënë kaq të larta. Duke qenë se është një punë kolosale shumë, është një vlerësim që unë ja bëj herë datë parë vetës time dhe punës time, sepse është të gjitha punë dore dhe kohës, sepse siç të thash, minimumi është 4 orë. 4 orë punë të bësh një gjë që të dali kjo. Pastaj për vezët e patës janë më të mëdha, janë shumë të zorshme për të gjetur, unë i gjej me shumë vështirësi dhe gjithmonë ja jep njerëzve që unë kam për zemër. Këto kërkojnë më shumë procedurje, janë pak më nazeliet e pjesa lyerjes, pak më delikate. Është një procedurë. Kanë lëvozhgën më të plotë. Varet, qëllon, për shembull tek pjesa e kësaj ti mund ta kuptosh, ta gjesh pjesën e... Po ti tregoje vezët e bardha, pa ato vezët e kuqe janë njësoj?
që bën një ngjyrshe. Po, që janë vetë të kuqe të pulave, siç është raca e pulave. Po, njësoj të gjitha bën. Njësoj, pra jo vetëm të bardha fare. Jo, vetëm të, m'fal, ti po thua për ngjyrë. Për ngjyrën e vezëve, Kilja tjetër do të jetë gjithmonë vezë zabar, sepse në momentin që më mirë, jo, në momentin që veza është me ngjyrë, ti kur të heqësh këtë figurën këtu, do dalë zbet. Jo, të delë ngjyra kafe, siç janë ca vezë kafe, del ngjyrë kafe, nuk të delë bukur. Pra veza do të jetë gjithmonë akull e bardhë e pastër. Që të bie në sy dhe të ketë kontrast me figurën që i është ngjitur. Shumë interesante dhe bukur tani në prag të Pashkës për këtë punë që nuk të lodh ka, po të dhën ka kaq shumë energji të mirë. Po, të lodh sa. Të dyja shkojnë paralel, por që është një punë shumë e bukur që ti bën, edhe një profesion i dy, si dihet në të ardhmen, mund të ketë kërkesa, mund të zhvillohet një biznes paralel me punën tënde. Njerëzit mund të kenë interes që t'i porosisin sipas mënyrës të dedikuar, vezët kanë simbole të ndryshme. Për shembull kam një surprizë vitin tjetër, që po e them sot, duke qenë su bën një gjë si nxitim thi, le të themi, dhe jam bërë gjatë me këto që kam pas gati nga mami, kupton? Vitin tjetër dua të fus pjesën e emrave. Pra se vjet tek faqja ime kam bërë vetëm me figura dhe emrat nuk i kam dhënë në shitje. Vitin tjetër do fus dhe emrat. Pa një person që ka dëshirë të bëjë një fëmijë, një mbesë nipi, mund të bëjë dhe emrin të personalizuar. Këtë gjë kam ndërmend ta fus vitin tjetër, ta perfeksionoj pak më shumë. E të rritet gjithnjë më shumë, çdo vit edhe më shumë. Ture shumë suksese. Shumë faleminderit për çdo gjë. Kënaqësi që ndave këtë eksperiencë në studion ton edhe gëzuar. Gëzuar gjithë besimtarëve dhe faleminderit juve për ftesën. Faleminderit ty që erdhe në Rezediell. Me Sarën, ndërkohë kalojmë në publicitet, rikthehemi në rubrikën Bëj e vet me Stella Nikollën. Mirë se erdhe, ju përshëndesim në rubrikën tonë Bëj e vet me Stella Nikollën. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Shkëlqen sot muj? Gjithashtu, jemi me këto ngjyrat kështu të verës tani, të pranverës, mezi prisim të ikte dimi. Edhe fondi është i tillë, natyral, sepse kjo rubrikë i takon të gjithë atyre që duan që të kujdesen për veten e tyre, për lëkurën e tyre, në alternativat natyrale. Gjithmonë natyrale dhe bio. Kjo jeshilja është shumë qetësuese për syt, për anën psikologjike. Kështu që edhe ne ndjemi kështu si më pozitiv. Jeshilja e majdanozit që përdoret shumë tani, është shumë e përhapur në përdorimin e majdanozit për maska të ndryshme, për fytyrë, për stimulimin e kolagjenit, për njollat kafe. Me dim që nuk mungon asnjëherë në tryezat tona. Kështu që pse jo mos ta përdorim edhe për maskat tona të fytyrës që të kujdesemi edhe për trupin, pse jo. Si e përdorim për fytyrën majdanozin? Kemi majdanozin, atë të frestin jeshilin me klorofil që s'ka më bukur për qetësinë e syve. Atëherë, unë kam edhe një tenxhere, kam vënë 2 tufa majdanoz edhe 2 gota ujë. I kam lënë të zjejnë edhe kanë nxjerrë këtë ngjyrën jeshile. Tani, si fillim, siç e kemi kështu niki, marrim vetëm lëngun e majdanozit, edhe edhim te kjo e pruveta. Më pëlqen kjo shishje. Tu kemi një ujë tonik. Këtë mund të përdorim, edhim në një shishe që ka mundësi për spray, edhe përdorim si para make-upit edhe mbrapa make-upit. Si që folëm atë ditë që ai ujë trëndafilit është shumë i mirë për fytyrën si ujë tonik natyral, kemi dhe ujën e majdanozit që përdorim një ujë tonik perfekt për fytyrën. Mos harroni dhe mund ta konsumoni, si çaj. Ujë majdanozi shumë i shëndetshëm që të zbukurohemi edhe nga jashtë edhe nga brenda. Po ajo është tjetër rubrikë. Është më rëndësishme, ka të nga brenda për t'i dhënë fuqi. Atëherë, siç e kemi tani këtë majdanozin që e kemi zier bashkë me ujin, unë do spostojmë pak niki dhe do vete te mikseri, sepse këto duhet ta miksojmë bashkë. Po. Atëherë, pra kemi zier majdanozin me 2 gota ujë, 2 tufa majdanoz, e hedhim këtu. Kjo është sasia, kjo është raporti, sepse është shumë rëndësishme të dimë edhe raportet, 2 me 2. 2 tufa të plota majdanoz me 2 gota ujë kemi zier. Kemi hequr pak për ta përdorur si spray për fytyrën, gjithmonë duke i dhënë asaj shkëlqim dhe elasticitet. Dihet që majdanozi ka shumë vitamin C dhe për këtë arsye përdoret edhe për maska fytyre, për shkëlqimin e fytyrës, se vitamina C ka këtë veti, t'i japi shkëlqim, butësi fytyrës dhe të luftoj dhe njollat kafe për ato që vuajnë nga njolla kafe. Tani këtu siç e kemi kështu, është bërë një pure majdanozi. Po, një pure majdanozi, kemi ujin edhe atë precipitatin, gjethen e majdanozit. Kemi këtë sitën këtu,
Edhe e përdorim të kjo kupa, sepse ne... Do t'i shtojmë edhe përbërës të tjerë, tani, për t'i... Tani, kështu si që kemi, ja ku na ngeli majdanozi shtypur, edhe lëngu. Tani, ne asnjë gjë nuk do hedhim poshtë, sepse çdo etap ose çdo step që ne po do përdorim, do ta krijojmë në një maskë. Tani do përkrijojmë një skrab për trupin. Siç kemi këtë precipitatin, gjethet e majdanozit, e hedhim këtu, në një kup të vogël. Edhe marrim, do hedhim kos, 2 lugë kos. Po, në formë skrapi, e lëm aty të qëndroj për pak për të vepruar, sepse dihet që ka probiotik kosi dhe... Edhe 2 lugë sheqer. Mund të hedhim edhe pak më tepër, se mua më doli pak i lëngshëm. Dhe ne do ta shohim sa të lëngshëm e kemi. Ja hunodha 4 lugë sheqer, sepse ishte pak, dhe e trazojmë. Tani, vitamina C që ka majdanozi është e shkëlqyer sepse përveç se ajo është antibakterial që e ndihmon lëkurën që të jetë më e pastër, pa ato nga njëherë krijojnë disa puthra të vogla, po një barierë tamam mbrojtëse. Dhe kosin e dim shumë mirë sa hidratues është, sa e zbut lëkurën. E ushqen me probiotik është i pastur. Kurse sheqeri e dim që është një skrap. Eksfolion. Atëherë, siç e kemi kështu, unë po e provoj te dora ime. Mund të përdoret edhe në trup, edhe në fytyrë, si një lloj skrapi. Gjithandej, mos të harrojmë gjithmonë dekolten. Dekolteja është shumë e rëndësishme. Qapa dekolteja. Sidomos me kalimin e kohës, duhet i kushtojmë pak më tepër rëndësi. E vërtet është, e vërtet në çdo moment është natyrale mbi të gjitha. Pra një skrap që eksfolion lëkurat, kështu si që jemi në dush, lëkurës, eksfoliojmë komplet gjithë trupin. Po, dhe e lëm të qëndroj pak, që të marri ato... E mira do ishte ta lëm 5 minuta. 5 deri në 10 minuta dhe e kemi në... Dhe rezultati vërtet do më falenderoni, sepse ka një butësi dhe një shkëlqim që nuk ka nevoj për atë kremin mbrapa hidratusin. Sepse da i kremi hidratus ka ato sikletet e veta, jo nuk e thith komplet trupi, jo të bëhet veshja pis me kremin, kështu që pse mos të kujdesemi para dhe përdori më pak krem trupi. Që mund t'jedhe më të dëmë shumë do njëherë se sa mund t'na bëjnë punë. Bukur formë, me lëngun tani që të bëjmë? Tani, me lëngun. Shifeni çfarë ngjyre, ndryshon edhe ngjyra. Kur ne thjesht e ziejmë majdanozin, që përdorim si tonik një spërkatjet e fytyra, dhe tani është bashkë me gjethet. Gjethet. Të dyja këtu. Tani, marrim një tenxhere. Na duhet edhe gaz i vogël. Tani, këtë lëngun që kemi me gjethet që ne e kulluam, do ta hedhim te tenxherja dhe do hedhim një seshte. Që ta bëja të si krem, ta trashi lëngun. 3 lugë një seshte. E ndezim gazin. Sepse do ta lëmë dhe do ta trazojmë, pra që në mënyrë që të formohet një masë kremoze si mualebi. Okej. Duke e lënë aty, duke e trazuar, ja dhe me një lugë. Po. Për çfarë do të na shërbej kjo mualebi ose kjo krem, se e thash në fushën. Kjo është një maskë. Do ta vendosim në fytyrë, qafa dhe dekolteja. Si gjithmonë maska duhet lënë 15 minuta. Edhe thjesht ta shplajmë me ujë të ngrohtë, me ato detergjent që ne kemi. Për shkëlqimin, për elasticitet, për rrudhat e imta, për mimikat, rrudhat e mimikës, sigurisht që të gjitha këto efekte i jep majdanozi i pasur fuqishëm me vitaminën C, dhe për ato personat cilët, gra vajza cilat vuajnë nga njollat e diellit, të cilat duhet luftuar së brendshmi në radhë të parë, mund të përdoret sigurisht në mënyrë sistematike të vazhdueshme majdanozi, kombinuar për shembull edhe me mjaltin, ishte një kombinim shumë i mirë i majdanozi. Me mjaltin, me vaj kokosi, me vetëm për shembull unë për gocën e përdor majdanozi
majdanozin, si që përfituam të mikseri, me gjethet edhe me lëngun, edhe lyen fytyrën sepse është antibakterial shumë i mirë. Sidomos për adoleshentët që kanë ato aknet, ato njollat e zeza, edhe duke qenë që i largon bakteret, kryojnë më pak puçrat, ato puçrat e moshës. Kështu që edhe efekt anësore nuk ka, mund ta përdorësh dhe me limon, por që me limon duhet jemi pak të kujdesshëm për lëkurat sensitive, përveç se lëkurat sensitive, por asnjëherë paradite. Okej. Pra, lëm atë të vazhdoj, ndërkohë ne kalojmë tek pjesa tjetër, mund ta trazoj unë ndërkohë që. Okej. Tani pra, lëngun e majdanozit me një seshte është këtu. Thjesht po e trazojmë, tani do bëjmë dhe një skrap tjetër. Përveç se kemi me majdanozin, kemi edhe me rozmarinën. Si mund t'i largojmë ne rozmarinës, që është kaq e bukur, edhe kjo jeshile. Po, dhe folëm dhe dje një emision të tërë për rozmarinë dhe vetit e saj kuruese në gjendje të ndryshme, po aq sa edhe në kozmetik kemi thënë, shampon, kremra, tani edhe në një skrap për ushqimin e flokëve, të gjitha këto i dim. Tani thjesht krijojmë një skrap tjetër, përveç se majdanozit, kemi dhe me rozmarinën. Hedhim rozmarinën që e kemi prerë të vogla. Do hedhim sheqerin, si gjithmonë sheqerin e kemi një skrap shumë të mirë. Po, e largojmë pak të me rozmarin që të... Pa, e drejtë është. Duket pak. Edhe do hedhim vaj kokosi. Pritë rregullojmë. Pa, ndjes. Zërin, vaj kokosi, sheqer edhe gjethe rozmarine të prera të grimësuara imët. I bashkojmë me njëra tjetrën, kokosi mund t'jetë i shkrir apo në formë të ngurtë. Tani fillon a i shkrin sepse ashtu shkrin edhe me nxehtësinë e lëkurës të trupit. Shive sa e bukur u bë. Pra skrap me gjethe rozmarine, sheqer, vaj kokosi. Mund të jetë një dhe aromat të ndryshme pika, kujtun vaj livando, vaj mente, vaj bërgjiloko. Por që ka aq shumë aromë rozmarina sa mendoj që është mjaftueshëm. Dominuese. Përveç se kësaj, pse e përdorim rozmarinën, sepse ajo ndihmon në qarkullimin e gjakut. Bëhet sfolimi, largimi qelizave të vdekura, qetësojmë edhe trupin, zbutet nga kokosi dhe kemi një lëkurë më të butë dhe më të hidratuar. Sa e bukur është bërë? 2 lloj skrapesh për lëkurën, për fytyrën dhe për trupin, dhe një mask me majdanoz mos ju ndani. Ja ku po e provojmë. Një mënyrë alternativ natyrale shumë e mirë për është sfolon mirë, duket që dhe mund ta lëm pak të qëndrojë që të veprojnë fuqishëm përbërësit. Të gjitha veprojnë me njëra tjetrën, edhe ajo lëkura jonë shndrin pastaj, tani që fillojnë edhe veshim këto fustanet. Dhe i përdorim pa frikë fare, sepse janë krejtësisht natyrale nga kuzhina jonë. Të falenderoj, këtu vazhdojmë procesim, duke se na ofik, po do të ndesim prapë, i bëjmë atë kremin e durë, të vendosim në mas, pasi të kemi larë pastruar fytyrën nga make-upi. Të lumshin duar. Falenderit. Shihemi herën tjetër në Bëje Vet, ndërkohë ju përshëndes nga Rezedielli, shihemi nesër bashkë. Kalofshi bukur.